Doja të dija kam të drejtë ta refuzoj bashortin në shtrat nëse më kërkon të bëjmë haram. Po, jo që ke drejt, po ke obligim. Hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam që ndalojnë refuzimin e bashortit nga una grus ose e kundërta, aludojnë për gjërat që Allahu azza wa jall i ka bën të lejuara. Në momentin që hyn në lojë harame, atëherë duhet më refuzu. Duhet më refuzu. Sepse e dini rregullin islam, nuk respektohet krijesa nëse urdhni ose dëshira e krijesës është në kundërshtim me urdhrin e Allahut, ose me ligjin e Allahut, apo me rregullat e Zotit. Qoftë këtu edhe bashorti, apo bashortja, apo edhe ndonjë gjë kemi thënë te prindi. Prindi respektohet në ato rregulla që nuk janë kundërshtim me Allahun. Andaj le të kenë frikë të cilët mundohen me detyru gratë e veta me gjëra haram brenda dhomës apo shtratit të tyre. Ti dini kufit e juaj ku i ka vendosur Zoti azza wa jall, sepse edhe pse janë bashortët tuaja, ka gjëra të cilat ju i dini shumë mirë për çka është fjala, Allahu i ka ndaluar.